Ministrja e Ekonomisë Delina Ibrahimaj gjatë një konferencë për shtyp këtë të hënë u shpreh se ekonomia shqiptare u rrit me 3.71% gjatë tremujorit të parë të vitit 2026, duke vijuar të performojë mbi mesataren e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të Bashkimit Evropian. Ajo theksoi se rritja ekonomike e Shqipërisë ishte më e lartë se mesatarja e vendeve të Ballkanit Perëndimor, e cila rezultoi 3.6%, si dhe ndjeshëm mbi mesataren e BE-s, që ishte në nivelin 1%. Gjatë fjalës së saj, ajo renditi dhe sektorët në rritje në ekonominë e vendit. Siç u publike, ekonomia shqiptare në tremujorin e parë të vitit 2026 u rrit me 3.71%, rritje kjo që vazhdon të qëndrojë mbi mesataren e Ballkanit Perëndimor, e vendeve të Ballkanit Perëndimor, e cila rezultoi 3.6% dhe gjithashtu mbi mesataren e Bashkimit Evropian, e cila është ndjeshëm më ulët në nivelin 1%. Sipas sektorëve, ecuria e ekonomisë vijoi të mbajë një shpërndarje të qëndrueshme. Sektorët me rritje dhe me kontribut më të lartë në ekonominë kanë qenë sektori i administrimit, shëndetit publik, arsimit, sektori i aktiviteteve profesionale dhe shkencore dhe teknike, sektori i ndërtimit dhe sektori i pasurive të paluajtshme. Në vlera reale të rritjes, ndërtimi u rrit me 3.33%, tregtia, transporti dhe hotelet u rritën me 1.61%, informacioni dhe komunikacioni u rritën me 2.48%, aktivitetet financiare dhe të sigurimit u rritën me 5%, aktivitetet e pasurive të paluajtshme u rritën me 8.9%, aktivitetet profesionale dhe shkencore u rritën me 7.32%. Mëtej Ibrahimaj u shpreh se degët që rezultuan me rënje të aktivitetit ekonomik ishin bujqësia, pyjet dhe peshkimi me një rënje prej 0.49%.